Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Sarand arrestuan në flagrant shtetasin AB, 31 vjeç, banues në Kamës, pasi kishte thyer masën e sigurisë arrest shtëpie. Ky shtetas u kap nga shërbimet e policisë në fshatin Shkallë, Sarand. Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Vlorë referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasit IK, 59 vjeç, banues në Sarand, pasi dyshohet se në banesën e një të afërmi në lagjen 10 Koriku është vetë plagosur me armë pistolet. 59 vjeçari është transportuar në Spitalin e Traumës Tiranë. Në lidhje me këtë ngjarje u procedua në gjendje të lirë dhe shtetasi BK, 33 vjeç, banues në Sarand, i cili dyshohet se ka larguar armën e zjarrit nga vendngjarja. Arma pistolet u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. AB, 59 vjeç, banues në fshatin Trajgjaz, pasi gjatë pastrimit të arës ka djegur një sipërfaqe me bimësi të egër. SHK, 30 vjeç dhe AK, 37 vjeç, të dy banues në Vlorë, pasi dyshohet se kanë vjedhur kabuj elektrik në fshatin Panaja. Specialistët e trafikut urban dhe interurban në Drejtorinë Vendore të Policisë Vlorë referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasit LL, 23 vjeç, banues në Fier, pasi duke drejtuar automjetin në segmenti rrugor në Vosel Fitore, ka aksidentuar shtetasin EA, i cili lëvizte me biçiklet. Ky i fundit mori mjekim në spital dhe më pas u largua për në banes. RÇ, 21 vjeç, banues në Tiranë, pasi në aksi rrugor Palas Dërmi, në rreth rrotullimin e Drimadhës, si pasojë e humbjes së kontrollit mbi drejtimin e automjeti ka goditur një mjet të parkuar dhe më pas një punojës policie, i cili ka pësuar dëmtime të lehta. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Sarand referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasit LB, 48 vjeç, banues në Delvin, për vepër penale, shkelja e rregullave të mbrojtjes në punë. L, 41 vjeç, banues në Tiranë, pasi ndaj tij ka bërë kallëzim shtetësia IA, e cila pretendon se ky shtetas me vetgjyqësi i ka prerë kangjillën metalike të vendosur përpara dyqanit të saj. Materialet procedurale ju referuan prokurorive kompetente për veprime të mëtejshme.